إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun, Zotin e gjithësisë, falenderojmë, vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej tij. Për shëndetjet tona më të mirat, më të bukrat, më të plotat, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë atyre që rrugën e tij kanë ndjekur, ndjekin dhe do të ndjekin, dërgojmë. Të nderuar besimtarë, jetojmë në një kohë që veçohet nga të gjitha kohërat tjera që kanë jetuar njerëzimi, veçohet me një përparim të çuditshëm në sferën e dijes. Disa prej shkencëtarëve këtë shekullin tonë e kanë quajtur shekulli i numrave, shekulli i statistikave. Shtetet e mëdhaja mes veti flasin në gjuhën e numrave dhe statistikave. Çka kanë shpik, ku kanë arrit, çka posedojnë prej pasurive. Po jo vetëm shtetet, po edhe njerëzimi sot gëzojnë lehtësime në sajet e këtyre zbulimeve dhe përparimeve. Tash për shembull, ata të cilët dojnë të udhtojnë në këtë kohë në vendlindjet e tyre, prej momentit si të hyp në aeroplan, para se nis aeroplani, ati me njëherë i del para ti se për sa orë, për sa minuta, sa kilometre është larg vendlindjes së tij për ku ai është udhëtuar. Po jo vetëm në për aeroplana, se cili prej neve që ta telefonat e mençura që i posedojmë, me bo me dash që tash momentalisht, me bo me hi telefon, edhe me dit me punu, me pyet se edhe sa na kanë mbetur për muajin e Ramazanit, me njëherë të dalin se për muajin e Ramazanit na kanë mbetur 4 orë, e 15 minuta, e 38 sekonda. Me të vërtet, edhe kjo është një mundësi që s'ka ekzistu në shekujt e hershëm, njerëzimi nuk i kanë ditë. Tash, jo vetëm me ditë, po jo vetëm me orë, po edhe me sekonda, i kena mundësit sendet me i, dhe me thanë mirë, me i pa, edhe qartë me i kuptu. Andaj, kjo nëse na tregon diçka vëllezër, na tregon që në këtë shekullin tonë, pas 1450 viteve, ta kuptojmë se pse Allahu subhanahu wa ta'ala është betuar në kohën. Wal asr, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, betohem në kohën. Kush betohet? Allahu subhanahu wa ta'ala. Innal insane lafi khusr. Me të vërtet, njerëzimi, njeriu, lloji i njerëzimit do të jenë në humbje. Illa alladhina amanu, përveç atyre që do të besojnë. Besimi do të thotë dije, e cila dije çon në vepër, wa amilu salihat,
dhe bojnë vepra të mira. Jo kaq, me ditë vetë ti edhe me qenë vetë i mirë me punët e tupa, mundu edhe tjerët me i qunë të mirë. Wa tawasau bil haq, me i porosit edhe njerëzit ashtu sikur se ti ke arrit lehtësim, e lumturi e mirësi, më bo sebeb edhe ata të arrin. Wa tawasau bis sabr, dhe cilësia e katërt, ajo që e bën njeriu të jetë i lumtur, ta ketë lumturinë me vazhdimsi, është që të jetë durimtar në rrugën e lumturisë, në rrugën e fesë. Të nderuar vëllezër, dietarët kur e cekin sepse Allahu subhanahu wa taala është betu në kohën, koha do të thotë jetë. Ajo që njeriu e posedon më të shtrinjtën, ne që e kemi këtu në xhami, është jeta jo. Ajo është ajo tjetër. Pasurinë që e posedon prej momentit kur fillon u bë në shtrat të vdekjes, më ti as pasurinë tënde se në han as në shfrytëzon. As nuk do më ndëgju që ti ke investu jetë për me e fitu qatë pasuri. Pasuria prej momentit kur vdes njeriu e gëzojnë të tjerët. Mirë po, ajo që ti me të vërtet e gëzon dhe të gëzon është kur ti e shfrytëzon jetën që të ka falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Me e pyet një tregtar të madh që ka fitu shumë pasuri pas sezonës, me e pyet se si arrite të veçohesh mesin e këtyre tregtarëve, përgjigjja atij do të jetë vëllezër vetëm një send që e kam shfrytzuar thot sezonën. E kam shfrytzuar sezonën. Andaj shfrytëzimi i kohëve të mira, ajo është që i ndallon njerëzit mes veti. Të gjithë njerëzit që kanë ardhur në gurbet kanë ardhur me fitu. Mirë po, a kanë fitu të gjithë? Jo vëllezër, nuk kanë fitu. Do shta gjysa nuk kanë arrit as gjysën e asaj që kanë synu kur kanë ardhur në fillim. Prandaj, kur e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë pyet se cili është njeri më i mirë në këtë dynja, ka thënë ai që e ka jetën e gjatë dhe punët e mira. Pra nuk mjafton vetëm jetën e gjatë. Po ka thënë ja Rasulullah, po cili është njeriu më i keq në këtë dynja? Ai ka thënë që jeton gjatë, mirë po me punë të këqija. Të nderuar vëllezër, andaj ajo që ne duhet ta kuptojmë në këtë hutbë është që të kemi kujdes që këta mirësi, që këta rahati që i gëzojmë, mos na largojnë prej të vërtetës, mos na largojnë prej Zotit, prej rrugës Allahut subhanahu wa ta'ala, mos jemi në hares nga mirësitë dhe begatitë e Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilët vinë sezon pas sezone, e mos jemi prej atyre të cilët privohen prej mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut. Njeriu i mençur te Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili e sundon epshin e tij, e kontrollon vetveten e tij. Wa amila lima ba'da al-maut, me vepra përgatitet për jetën që është pas vdekjes. Për jetën pas vdekjes. Wal ajizu, dembeli, dështaku, është men athba'a nafsahu hawaha, është ai i cili i shkon pas çdo dëshire, pas çdo epshi shkon. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, pastaj thot se Zoti edhe nuk kam dhënë. As në dunjë, as në ahiret nuk është drejtësi që Allahu subhanahu wa ta'ala atyre që nuk kanë punu me ju dhonë, po as nuk është drejtësi edhe nuk i takon Rabbul Aleminit që ata që kanë punu mos më ju dhonë. Qofshin musliman, po qofshin ata edhe jo musliman. Të nderuar vëllezër, po qëse kapitali i tregtarëve, biznismenave është parja, atëherë kapitali i besimtarit është vepra e mirë që ai e bën, të cilën e përgatiten për ditën e gjykimit. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dhënë këta shansat neve, her pas her na vjen që t'i shtojmë veprat e mira, se jeta e ahiretit është shumë më e gjatë se sa jeta e kësaj dunjas. Nuk ka doni njeri që e ka shfrytzuar pasurinë me rahati, pa as nuk ka besimtar që e ka fitu ahiretin me gjumë, edhe vetëm me fjalë. Fjalët po, por pa vepra nuk bën. Të nderuar vëllezër,
Ka shumë njerëz që me të vërtet ti dobësojnë ambicjet. Ka shumë njerëz të cilët preokupojnë, të largojnë prej rrugës Allahu subhanahu wa taala, por njeriu ashtu sikurse e merr me seriozitet pasurinë e tij, autoritetin e tij dhe nuk bën lëshime, nuk guxon me bën njeriu lëshime dhe arsyetime me dinën e tij. Njeriu i mençur ja din vlerën jetës që jeton. Ton me ambicie të larta, e jo me ëndra. Tregohet për në njëri që kish jetu në Bregdet, net prej netve nuk i ka ardhur gjumi. Është mundu, ka pas një derë që nuk i vin gjumi. Edhe del me shetit pranë detit. Tu hec me komën i tij, prek diçka e shef sikurse me qenë një dorë, një thes. Mirë po diçka e rëndë. E shtin dorën, me dorën e tij heton se sikurse me qenë gurës. Do t'i paskalon dikush këtu, edhe ulet, kthehet ka deti, edhe me dorën e tij e gjun ka një gur. Kur e hudhën gurin, ai zoni, edhe nga ndonjëherë me hanë që duken ata dallgat e detit i pëlqejnë shumë. E hudhën një gur, rinë mediton, i shef këta dallgat që duken ka pak. Pastaj e hudhën edhe një gur, e mahnitën ai zoni i bukur. Kur vin koha më të lindje dielli, e shtin dorën, kur ka met edhe një gur, kur e qet edhe e shef, çka me qenë? Guri i çmushëm, gjevahir, i bi shumë pishman, se gjitha që i pata para meje, ka qenë thesi, torbe e mbushet të gjitha i gjujta, i hudha. Për çka? Vetëm me ndëgju një zot mirë, së ndurova deri në mëngjes, se ishte një mirësi që e pata, mirë pa i hudha. Ku me i qet tash? Thellësirën në asaj detit. I hupa. Kështu është jeta vëllezër. Secili prej neve e ka nga një thes. Netët që jetojnë për shëndet, ka shumë njerëz që nuk i gëzojnë për çdo ditë këta mirësi. Edhe shumë vende në botë ka njerëz që nuk i gëzojnë këta mirësi që ne i kemi. Mirë po, a i shfrytëzojmë ashtu si duhet, nuk i shfrytëzojmë. A e zoni gurit kur ka ra i ujit, edhe neve në ka mahnit. Ta janë ata dëshirat e jetës, qefet e jetës që ta marin mende. Mirë po, kur vin me e prekat gurin e fundit, edhe shef se s'ka me as një sent, ke erdhë në fundin e jetës, që atëherë mundohesh më u kthy prap edhe kërë, mirë po nuk mundesh. Ja Islami ta jep edhe këtë shansë. Islami na jep të gjithëve neve edhe këtë shansë, që fshe edhe në vitin e fundit të jetës tënde, shfrytëzohu një Ramazan. A dini çka do të thonë vëllezër njeriu me shfrytëzu Ramazanin? Me shfrytëzu muajin e Ramazanin, ai i cili me të vërtet pranohet në muajin e Ramazanit, është sikurse me jetu për afërsisht 1000 vite. 1000 muaj, 800 vite sikurse me jetu. Për afërsisht. Një ymër, një jetë është muaji i Ramazanit. Andaj ne me të vërtet nuk jemi sikurse popujt e hershëm që kanë jetu 500, 600, 700, 800 vite. Mirë po, jetojnë 50-60 vite. Po Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë disa begati të vendeve, sikurse një namaz në Mekë, ata që kanë fal namazin e xumas që tash në Mekë, është sikurse me i fal 55 vite. Allahu subhanahu wa taala këtë mirësi ja ka dhënë dikujt, ose në një vend ka thënë urnoni robët e mi, boni garën punë të mira. Andaj muaji Ramazanit nuk ka kusht me shku në Mekë, në Medinë, në Kuds. Muajin e Ramazanit nuk me shfrytëzu këtu. Po kush e shfrytëzon? Do ta shfrytëzon secili njeri që e di se një ditë ka me qenë për të muaj i fundit në jetën e tij muaji Ramazanit. Po që se ne në prag të muajit të Ramazanit përgatitemi me këtë mendim se me siguri që do të ketë edhe njerëz që një ditë para muajit të Ramazanit do të ka ndru jetë. Do të ka më usmu, nuk ka mundësi me shfrytëzu. Andaj ta bëjmë që të prej tash ta para përgatisim veten tonë me zemrat pastërta, me goja lakta, me istighfar dhe përmendjen e Allahut subhanahu wa taala që o Allah na mëson ta përjetojmë muajin e Ramazanit më të mirin që e kena përjetuar në jetën tonë. Andaj hyrja në muajin e Ramazanit vëllezër, para përgatitja më e mirë çka është
zemra e pastërt. Kanë thonë dietarët, lumë për ta që përmirësohet para muajit Ramazan. Që do të thotë që ai nuk përmirësohet që këtë ditë nuk e ka bën një jetë as pak, edhe vin muaji Ramazanit me atë obligimin e madh që është agjërimi, largimi nga ushqimi, nga pija, ndoshta 2-3 ditët e para do të jetë vështirë për të, se s'është para përgatit. Mirë, po ai që para përgatitet ndryshe hin muajit të Ramazanit. Të nderuar vëllezër, ai që mund të thuhet për hyrje në Ramazan, edhe me gojë të ëmbël, është shumë është rëndësi. Njerëzit nuk ka mundësi njëri tjetrit me ja pa sa e ka zemrën e pastër. Na notojnë, na vlerësojnë, jo gojat tona, gjuhat tona, çka flasim, çka është më e keqe vëllezër, se për dikënd me hudh një fjalë është shumë e lehtë, se nuk ja din llogarinë, edhe nuk e sheh se kujt ja drejton atë fjalë. Ka mundësi edhe prindve, ka mundësi edhe fëmijëve që se ne mbajnë, ka mundësi edhe në njëri që është me postë edhe me vlera. Vetëm thot unë e thash hakun e vërtetën. Mirë pa thuhet në këtë mënyrë hakun e vërtetë, edhe Islami nuk tregon në këtë. Fjala e Allahut subhanahu wa taala, ana do të pas butësi edhe urtësi. Në veçanti për ata që dojnë me hi pa zullum, pa hak të njerëzve në muajin e Ramazanit, në të kujdesen për çka ditë, në veçanti edhe në muajin e Ramazanit, që mos jemi prej atyre vëllezër që kemi agjëru vetëm që s'kemi pi ujë, edhe nuk kemi ngrënë ushqim. Edhe nuk kemi fitu as sen tjetër, po vetëm lodhje. Andaj me zveti në të mirat e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kultu ma kad semir. Amma ba'd. Të nderuar vëllezër, historikisht muaji Ramazanit ka qenë muaji i bekimeve, muaji i bujarisë. Po që se pak analizojmë dhe një studim e bëjmë, kur nuk do të gjendet një rezultat tjetër pos asaj që njerëzit më të humbur që janë në muajin e Ramazanit. Njerëzit kur ma bujar, ma bëmirës se sa muajin e Ramazanit. Dhënia iftareve, afrimi i ndihmave, dhënia e sadakave që bëhen në muajin e Ramazanit, kur nuk bëhen në rrezullin toksor prej njerëzimit sikur se bëhen në muajin e Ramazanit. Jo vetëm kaq, po ajo që është ditë por çdo vit që xhamit e diasporës kanë përgatitur për vëllezërit e tyre të cilët janë në vendlindje nga një kuti dhurata e muajit të Ramazanit. Neve sot kemi një bëmërsi tjetër, një lajmërim për një bëmërsi, jo për një kuti të Ramazanit, që ka më të rëndësishme. Kemi vëllezërit tonë këtu në Heidenheim, në qendrën Islame Nur, vëllezërit tonë të kombit tonë të vendeve tona, të cilët për herën e parë të tyre janë të hapë xhami. Mirë, për kanë nevojë për bëmirësinë tonë. Andaj do të ketë tubim të ndihmave tuaja për kënd për vëllezërit tonë të cilët ende nuk i kanë mundësi, ende ju mungojnë shumë sende që të arrin aty ku ne kemi arrit me leje dhe me ndihmë të Allahut subhanahu wa taala. Andaj kjo është ajo, ishte lajmërimi i parë që kam dashur m'ju lajmëru, kryesia e xhamisë ju kërkon, ju përkujton, ju nxit që cili prej juve le të merr pjesë, le ta çon një dhuratë të tij të vazhdueshme në atë xhami. Ndoshta në atë xhami do të ndodhet në parën tonë një dritë që ka më ndriçu, ndoshta me vite, ndoshta ka më u bë një mikrofon ku kanë më dëgju ligjëratat. Me siguri me ta ndihmat që ne dhe vëllezërit e ju dërgojmë, ata do ta kryejnë një derë të madh para muajit të Ramazanit. Lajmërimi i dytë vëllezër është që xhamia, kryesia e xhamisë, Allah është përbleft e kanë përgatitur sikurse çdo vit
takvimin, imsakien e muajit të Ramazanit. Andaj, ju lutim që kur të dilni e merrni nga një hurmë atje të ëmbël, se pastaj 4 gjumaja nuk do të keni mundësi më hongër hurma, dhe e merrni nga një imsakie. Andaj lutim Allahun subhanahu wa taala që ta të na jep shiron varet e tyre bafqe prej الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون. Nderuar besimtar, me të vërtet, Allahu urdhron drejtësinë dhe mirësinë, dhe mirësinë ndaj të afërmve. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, dhe na ndalon nga çdo punë të neveritur dhe të keqe. Na ndalon nga çdo lloj padrejtësie, la'allakum tadhakkarun, që mësim të marrim. Wa aqimus salat,